atë të paktën që tha dhe zëdhënësja e shtypit Zonja Garo, shprehu që ne hapëm një konto për ndihmë të Partisë Demokratike dhe kush të donte mund të financonte. Pra ngeli në këtë pikë që e shprehu ajo. Këtu nuk sqaroj një gjë. Kjo konto është hapur në Shqipëri apo jashtë Shqipërisë? Ja, një sekond. Këtu fillojnë pastaj trilemat. Shiko, faktikisht ajo doli me fjalë kur plasi kontrata në rrjet, në media tjera, edhe filluon, shiko, do dishin diçka. Unë nuk mendoj se kjo kontratë në dukje mund të ketë element të pacënushëm, por në këto 2 detaje, 3 detaje të vogla, ne i kemi kapur, të paktën kjo pjesa e koalicionit që... Po s'është koalicioni, është fondacioni. Të lutem ka në shkrimin e atia. Koalicioni është emër tjetër, atë për e thash. Shikom, përfaqësuesi i koalicionit, po s'ka rëndësi, Great Again si e ka bërë. Shqipëria Great Again, por është fondacioni i tillë. Jo Shqipëria Madhështore, që do ishte ndryshe anglisht. Në qoftë se është pjesa për të cilën po flasim, Flamur Noka ka nënshkruar në emër të koalicionit. Ka nënshkruar në emër të koalicionit. Okej. Dakor, do zgjidhet, do sqarohet. Këtu nuk po flasim që ne nuk e kuptojmë çka ka ndodhur. Problemi është ta kuptojmë si ka ndodhur. Se çka ka ndodhur dhe pse ka ndodhur? $750,000 e perceptojmë. Problemi është nëse ka ndodhur, si ka ndodhur. $750,000 janë shumë për të nisur drejt Amerikës për këtë rast dhe duhet të dish që vetëm nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, Partia Demokratike ka marrë 450 milion lekë të vjetra për fushatën. Edhe shifra i bie... Gati 2 fish. I bie, po thuaj 2 fish. Dhe këto gjëra të cilat Spaku bën verifikime, në bazë të asaj të cilët ka identifikuar sot, që ka 2 dokumente, personat të cilët kanë firmosur, do të kërkoj shpjegime. Flamur Noka, apo tjetër, ata Spaku mund t'i kërkoj edhe kontratën atje. Dhe pasaj vazhdojnë verifikime... Kontrata ka dalë, është publik kontrata. Jo, ta ketë Spaku, po jo, personi i cili ka firmosur nga Partia Demokratike, Spaku e thërret. Nuk ka shanse i mos të rritet Flamur Noka në Spak. Unë them që edhe patrioti njeriu i lartësive Nureddin Seci, edhe ky ka përshtypjen që duhet të verifikojë dhe të garantojë që ka asete... Se këtu kjo është një pyetje që dua t'ju bëj unë. Sepse ka pasur debat me